Në qoftë se je femër dhe kërkon siguri shpirtërore, siguri financiare, por nuk e ke gjetur deri tani tek partneri jot, e mundohesh të bëhesh burr që të sjellësh siguritë financiare më tepër se ato shpirtërore i ke arritur, jam këtu të të tregoj sekretin si mund ta gjesh. Në qoftë se edhe ti, femër, akoma dhe ti mashkull, që kërkon edhe ti si mashkull sigurin financiare, shpirtërore, dhe nuk e more nga babai jot, sepse sigurin e marrim nga gjenia maskullore dhe me hierarkin nga personi parë që është në familjen tonë babai. Por në qoftë se dhe ti je rritur në një familje me shere më shamata, me varfëri që s'kishte siguri financiare, por nuk kishte dhe shpirtërore. Për arsyet e tyre, sepse dhe babai jot nuk ishte marrë siguri, dhe nëna jote nga babai i ti, i saj, të ftoj këtë të mërkur në datën 4 qershor, në orën 20 me orën e Shqipërisë, në platformën Zoom. Falas për të gjithë juve që dëgjoni zërin e shpirtit dhe të zemrës tuaj, të thoni po. Më tepër jam këtu në një mision të madh që kam filluar kohët e fundit dhe për gratë. Sepse ne, kur plagët e një gruaje shërohen, hapet zemra, sepse shpirti dhe zemra kanë qenë në mbijetesë. Janë ngrirë ndjenjat që të mbijetonin. Kemi sjell pesha, kemi mbajtur pesha emocionale që ngrim zemrën. Kemi mbajtur pesha trupore që të ndjejmë sigurinë dhe të përballojmë jetës. E kemi bërë për veten tonë, e kemi bërë për burrat, e kemi bërë dhe për fëmijët. Jam këtu për të gjitha nenat shqiptare, gratë shqiptare, që kanë vojtur brez pas brezi, për të bërë lirimin të paktën nga 14 breza nga mbrapa, që kemi informacionet në qelizat tona. Të shkojmë tek gjinia femërore dhe maskullore që ishin dhe u krijuam në fillim. Jam këtu për të gjetur zgjidhjen së bashku, me përvojën time, me studimet e mia, por më tepër me përvojën time. Sepse dhe unë kam qenë në këtë vend dhe e pagova me çmim shumë të madh atë pasigurinë që nuk ma dha, atë sigurinë që nuk ma dha asnjë, që jetonja në pasiguri emocionale, shpirtërore dhe siguri financiare. Dhe çfarë bëra? Dhe këtu po të them, shikoje ku e gjen veten ti, je mashkull apo femër? Por thash, për më tepër ne femrat, se kemi qenë ato që kemi sakrifikuar, kemi mbajtur fëmijët, familjet, kemi mbajtur peshat që nuk duhet i mbaheni dhe nuk ishim në hierarki. Sepse dhe meshkujt, partnerët që ne sollëm në jetë, u rritën dhe ata në familje që nuk morën siguri. Që të dyja palët kemi ato boshllëket tona, por ato mund të mbushen. Dhe mund të mbushen vetëm kur ne t'ja japim sigurinë vetes tonë, shpirtit tonë. Dhe kam shumë përvoja me veten time që t'ju tregoj si unë ditë për ditë me shumë kosto të madhe shërova plagët time dhe ditë për ditë. Dhe dua të të them, dhe ju që më dëgjoni, dhe ju që keni punuar bashkë, ju bëj thirrje të dilni pa turp, pa frikë, të bëni video dhe të thoni të vërtetën tuaj,
me ushtrime, me terapit private, terapit në grupe që keni bërë dhe keni ndryshuar jetën tuaj. Unë jam Merita Cake, shëruse shpirtërore, universale. Jam këtu, mësuse trajnere, shkrimtare, me libra që të ndihmojnë të lirosh frikën, të lirosh frikën e kontrollit, se kur s'ke pasiguri, hyn në frikë dhe kontrollon, më tepër se ç'duhet. Ke hyrë në kontrollin dhe ke hyrë në narkizëm, pa dashje, sepse u rrite me prindër që ishin në kontroll dhe kontrollonin njëri tjetrin. Dhe nuk ishte asnjë në vendin e ty. Jam këtu me metoda të ndryshme, të gjesh vendin në familjen që u rrite, në familjen që ke krijuar, dhe më tepër, në qoftë se je femër, të qëndrosh femër, se ti je lindur të jesh një princesh, dhe të marrësh, jo të japësh. Jo të marrësh përgjegjësinë që nuk takon, sepse je një princesh, dhe siguria vjen nga gjinia mashkullore. Dhe gjinia e parë mashkullore që njohim ne është babai jon. Pastaj vjen partneri jon. Dhe në qoftë se ke marrë nga babai, nuk mund ta marrësh nga partneri. Prandaj mos u shqetëso në qoftë se ti nuk ke marrë dashuri, siguri nga partneri, të ka tradhtuar, të ka mashtruar, e gjithë çelësi është këtu. Unë jam këtu të ndihmoj me terapitë mia që kanë shumë rezultate, por jam këtu për të dhënë dorën për të zgjuar, kurse ti do marrësh përgjegjësinë e jetës tënde. Atë që nuk e ke marrë deri më sot, por more përgjegjësitë të tjerëve, hym në rolat e burrave dhe nuk arritëm të qëndronim në vendin ton. U bëm meshkuj, u bëm të ashpra, nevrike, revolucionare, dhe tani akoma dhe më shumë gratë kanë dalë nga ana tjetër. Jo zemra, jo shpirtra. Asnjëherë nuk mundemi të shkojmë në një vend që nuk e morëm përsipër të jemi, sepse ne erdhëm të bukura, perëndesha, princesha, të marrim, jo të japim, të jemi në balancë. Ne erdhëm të flasim me butësi, jo me ashpërsi. Ne erdhëm të lulëzojmë, por një grua mund të lulëzoj ka si një burri vetëm kur ai i jep siguri shpirtërore dhe financiare dhe ajo që ndron në qetësi dhe në paqe. Asnjë femër nuk mund të duket femër, mundet të ketë shpirtin dhe zbriti për femër, por shumë herë akoma dhe unë bëra trupin, vura peshët të tepërt që ti përballoj një siguri shpirtërore, emocionale dhe sigurisë materiale. Bëra trupin e burrit pa dashje, harrova veten. Dhe nëse dhe ti që më dëgjon, ke problem, ke një bark të fryrë, ke problem me barkun, aty që ndrojnë emocionet, pasiguria emocionale, dhe nuk mund të shpresh fjalët nga zemra se i ke ngrirë, dhe i di shumë mirë që nga nëna ime, gjyshja ime, dhe sa kam dëgjuar dhe gra, që ne i kemi ndjenjat e ngrira. Është shumë e vështirë, do ndajmë shumë përvoja bashkë, dhe me njerëz që kanë punuar me mua, që kur punojnë fillojnë dhe të qajnë, dhe këtë javë kisha një femër që tha, punuam bashkë dhe natën, tha më vinin lotët vetë dhe unë për herë të parë po qaj dhe nuk e dinja pse qanja. Është thjesht shpirti i nguruar, e ndjen dhe pasaj qanë. Për të gjithë juve, se unë nuk mbaroj flas dhe kam shumë gjëra për të ndarë me ju, që vërtet ndjeni këtë thirrje, jeni femra ose meshkuj, ju ftoj në datën 4 ndër platformën Zoom falas, kërkoni link, në të njëjtën kohë kërkoni t'ju regjistrojtë grupet në WhatsApp dhe në Viber, sepse jeni shumë dhe nuk mund të përgjigjem në çdo njeri. Ju mirëpres me dashuri për një diçka tjetër, vetëm kur ju të jeni gati, se unë nuk mund të marr barrat tuaja, po jam këtu për zgjimin tuaj.
Dhe në qoftë se këto fjalë i dëgjuat dhe zemra